Do të e këshilloja edhe veten edhe gjithë ata që na ndëgjojnë se këto 3 pikat apo 3 parimet duhet t'i ketë çdo burr edhe çdo grua. E para është që t'jemi durues, të kemi durimin edhe falje. Këto të dyja që dy cilësi, dy veçori që t'i kemi në jetën tonë të përditshme, që ta durojmë njëri tjetrin edhe ta falim. Por edhe nëse kemi gabu të kërkojmë falje. Sepse kërkimi i faljes është zbutje e situatës. Dhe ai i cili kërkon falje tregon që nuk mban inat, mirë po e ka pranuar gabimin. 2, gjithmonë ta shohim se ne jemi të mangshëm. Mos ta kërkojmë prej palës tjetër për kryerën apo për sosmërinë. Si derisa unë i mangët, edhe pala tjetër do të jetë e mangët. Prandaj e dyta është ta kujtojmë gjithmonë që gaboj. Dhe e treta kret në fund është ta kujtojmë atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë, më i miri për jush jam unë. Dhe më i miri për jush jam unë sepse jam më i miri për familjen time. Dhe çdo njeri prej nesh është më i mirë derisa është më i mirë për familjen e vet. Prandaj nuk mundëm me qenë të mirë me të tjerët nëse nuk jemi të mirë me familjarët tonë, duke u nisur prej prindërve, e pastaj gruaja, pastaj fëmijët, pastaj rrethi, farefisi. Prandaj mirësinë filloje prej të afërmëve tu, sepse edhe Zoti kështu na urdhon, edhe pastaj mundohu me qenë i mirë ndaj të tjerëve. Këto janë 3 parimet që po si patëm në jetë shumë vështirë do ta kemi, sepse nuk ka mundësi me të i kalu me pas sukses. Allahu na mësoft khairin, na boft suksesem në jetën tonë, ja Rabb.